Nëse ke jetuar në heshtje, në atë heshtje që dhemb dhe të huton, ku nuk ka thirrje, nuk ka mesazhe dhe distanca fizike duket e pafund, por thellë brenda teje e di që historia ende nuk ka mbaruar, atëherë dëgjo tani me vëmendjen më të madhe. Nëse ndjen atë ndjesi këmbëngulse se diçka është ende gjallë, se universi ka ende një plan për këtë lidhje, intuita jote nuk të mashtron. Heshtja që të rrethon nuk është hares, është mënyra me të cilën arkitekti i madh i fatit përgatitet për një lëvizje. E vërteta është kjo, nëse kjo person ende sundon mendimet dhe energjinë tënde, është sepse universi, tabela e madhe kozmike e shahut, ka filluar tashmë të lëviz figurat e veta për të kthyer atë që të takon. Shumica e njerëzve e ngatërrojnë heshtjen me mungesën. Ata besojnë se pa komunikim të jashtëm, energjia nuk rrjedh. Ky është një gabim i thellë në të kuptuarit shpirtëror. Energjia e një lidhjeje të vërtetë është imune ndaj kohës dhe distancës. Ajo që ndjen nuk është shpresë bosh, por jehona e një force të padukshme që vepron në prapasken. Universi tani po krijon kushtet e nevojshme, po pastron rrugën dhe po rreshton sinkronicitetet që të ndodhë një ribashkim përfundimtar dhe shërues. Por që ky ribashkim të bëhet realitet, duhet të ndalosh së vepruari nga frika dhe dyshimi. Logjika do të thotë se pritja është e kotë, se duhet të dorëzohesh, por shpirti yt të jep një provë të pakundërshtueshme. Sot do ta deshifrojmë kodin sekret të jetës. Do t'i zbulojmë 7 shenjat e pamohueshme që universi po ta sjell përsëri këtë person edhe nëse tani nuk të flet. Këto 7 shenja janë dëshmi energjetike që nuk gënjejnë. Ato konfirmojnë se harta e fatit po shpaloset. Por duhet ta dish, kur ta njohësh shenjën e 4 më të ndjeshmen dhe më të fuqishme nga të gjitha, kjo do të thotë që aktivizimi i ribashkimit është i afërt. Megjithatë, para se të marrë emocionet për njohjen e këtyre shenjave, duhet të kuptosh një rrezik të madh që mund të sabotojë edhe planin më hyjnor. Kur shenjat shfaqen përreth teje, por energjia jote ende është e ndotur nga frika, kontrolli ose varësia, ti dërgon një frekuencë të paharmonizuar. Krijon rezistencë në rrugë. Arkitekti i madh e ndalon hartën derisa energjia jote të pastrohet. Prandaj, hapi i parë nuk është të kërkosh shenjat, por të kuptosh ligjin universal të tërheqjes. Nëse je gati ta integrosh këtë mësim në jetën tënde, lëre një zemër në komente. Gjithçka në univers është dridhje dhe mendimi yt nuk është përjashtim. Çdo herë që dërgon një mendim me emocion të fortë ndaj këtij personi, krijon një valë të fuqishme energjie, një valë radioje. Kjo valë nuk shpërndahet thjesht, por udhëton përmes fushës unike që ju lidh, pavarësisht nga distanca fizike. Një mendim i mbajtur nga një ndjenjë bëhet një urdhër i drejtë për universin. Ky urdhër nuk i drejtohet mendjes së vetëdijshme, as egos, as mekanizmave logjik mbrojtës të këtij personi. Mesazhi yt energjetik i anashkalon të gjitha këto dhe arrin drejt në qendrën e qenies së tij në vetëdijen e tij. Ky është kanali i vërtet i komunikimit, sekretari i shpirtit të tij që nuk kupton fjalë, por vetëm frekuenca. Këtu hyn në veprim ligji i rezonancës, ligji i vërtet i tërheqjes. Ky ligj është i thjeshtë dhe absolut. Universi gjithmonë përputh dridhjen e vet me tënden. Ai nuk të jep atë që kërkon, të jep atë që je. Nëse dridhesh në frekuencën e mungesës, frikës së humbjes, varësisë ose shqetësimit, universi do të pasqyrojë edhe më shumë mungesë, më shumë frikë dhe më shumë arsye për shqetësim. Por nëse arrin të qëndrosh i përqendruar, të pastrosh energjinë tënde dhe të dridhesh në frekuencën e paqes, mirënjohjes dhe pranimit, universi do të dhurojë më shumë paqe dhe më shumë arsye për t'u ndjerë mirënjohës. Universi është një pasqyrë që të kthen saktësisht cilësinë e energjisë që dërgon. Lidhja që ndan është si një magnet, një lidhje energjetike shumë reale, por energjia jote përcakton polaritetin e këtij magneti. Nëse vala e mendimeve të tua është e ngarkuar me frikë, ajo bëhet forcë shtytëse dhe personi tjetër pa vetëdije dhe pa e kuptuar pse ndjen mbi ngarkesë dhe tërhiqet.
por nëse dërgon energji të qetë dhe magnetike, tjetri e ndjen si lehtësim, si një shtëpi të heshtur dhe tërhiqet sërish drejt këtij burimi qetësie. Pastërtia e sinjalit është qelësi. Universi është gati të ndihmojë, por i duhet një udhëzim i qartë, pa pengesa. Qartësia e qëllimit tënd për qëndrimi yt në paqe dhe pranim i lejon fatit të lëviz figurat e veta në harmoni. Kur qëllimi yt është i pastër, universi fillon të shpalos hartën që do të çojë te 7 shenjat. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk arrin as të shenja e parë, sepse sabotojnë procesin me armikun më të madh të tërheqjes, rrjedhjen energjetike. Lidhja është një magnet, por frika vepron si pengesë. Arsyeja kryesore pse 7 shenjat nuk shfaqen dhe universi nuk mund ta kthejë këtë person është ajo që quajmë rrjedhje energjie. Rrjedhja energjetike do të thotë humbje e fuqisë tënde krijuese ndodh kur mendimet e tua janë të pandërprera, automatike dhe ushqehen nga dhimbja. Çdo mendim plot frikë, çdo rikthim i plagës ose frikës nga braktisja është energji jete që rrjedh jashtë qenies tënde. Kjo energji jo vetëm që të lodh, por ndot edhe sinjalin që dërgon te personi tjetër dhe te universi. Është si të përpiqesh të akordosh radion në një frekuencë të mbuluar nga zhurma. Universi e ndjen këtë zhurmë, këtë konfuzion dhe duhet ta ndalojë planin e ribashkimit. Pse? Sepse nuk mund ta sjellë këtë person tek ti sa kohë që energjia jote dridhet në frikë, ti do të përsërisje vetëm dhimbjen dhe plagën fillestare. Arkitekti i madh e ndalon planin derisa sinjali të pastrohet, sepse qëllimi i vetëm i tij është rritja jote dhe paqja e brendshme. Prandaj, veprimi yt i parë i mjeshtërisë shpirtërore nuk është kërkimi i 7 shenjave, por ndalimi i kësaj rrjedhjeje. Duhet të marrësh përgjegjësi për fushën tënde energjetike e vetmja gjë që mund ta kontrollosh. Për këtë, ke nevojë për mjetin e pastrimit, ritualin e rrënjosjes ose qëndrimit. Herën tjetër kur një val frike të pushton ose një mendim plot dyshim të përmbyt, ndalo, vendosi këmbët fort në tokë. Merr frym thellë dhe imagjino që rrënjët e tua energjetike zhyten deri në qendrën e tokës. Ky akt rrënjosjeje të nxjerr nga koka dhe të kthen në trupin tënd të ankoron në këtu dhe tani. Pastaj imagjino që gjithë frika, frustrimi dhe pesha jote rrjedhin nëpër këto rrënjë, zbresin në tokë dhe shndërrohen atje në energji të pastër. Hapi tjetër është pastrimi i mburojës tënde mbrojtëse. Mbështill tërë trupin me një sferë drite të bardhë ose të ardhë. Kjo sferë është hapësira jote shëruese. Përqendrohu te zemra jote dhe thuaj me vete, paqja ime është prioritet. Kështu mbyll kanalet përmes të cilave ke humbur energji deri tani. Dërgon një mesazh të qartë universin dhe personit tjetër. Jam i qetë. Nuk më duhet frika për ta mbajtur këtë lidhje. Jam gati të marr shenjën e qartë. Kur ndalon rrjedhjen, zhurma zhduket. Fusha jote energjetike bëhet e qetë, e qëndrueshme dhe magnetike. Kjo qetësi është sinjali që universi e kupton si gatishmëri dhe pranim. I thua fatit, paqja ime nuk është e negociueshme. Jam gati të marr, por vetëm atë që i shërben të mirës më të lartë. Me energji të pastruar, universi nuk ka më pengesa për ta shpalosur planin dhe për të treguar provat. Është koha të vëresh si arkitekti i madh fillon të lëviz figurat e tij. Tani që ke kuptuar si mendimi yt i çliruar nga humbja e energjisë bëhet një sinjal i qartë e i pastër, është koha të njohësh se si ky sinjal përshtatet në matricën e universit. Mendimi yt shndërrohet në koordinatat e një harte fati. Universi nuk punon me rastësi apotekave, por me parime. Kur e mban dik në mendjen tënde, sidomos nga një gjendje paqeje dhe pranimi, universi e interpreton këtë si një urdhër dhe fillon të veprojë si arkitekti i madh. Ai lëviz figurat e veta në tabelën kozmike që mësimi i papërfunduar të përfundojë. Motori pas këtyre lëvizjeve është parimi i sinkronicitetit. Sinkroniciteti është një koncept shpirtëror themelor që na mëson se nuk ka rastësi, por vetëm lidhje me kuptim. Janë ngjarje që ndodhin njëkohësisht pa qenë drejt për drejt të lidhura shkaksisht, por që lidhen përmes domethënies.
Universi përdor sinkronicitetin për të detyruar takime, për të konfirmuar rrugë ose për të dhënë informacionin e duhur në kohën e duhur. Kur energjia jote është pastruar, arkitekti i madh fillon të orkestrojë ngjarje, njerëz dhe vende që të çojnë në hapin tjetër të fatit tënd me atë person. Kur mendimi për atë person mbetet dhe lidhja është aq aktive sa të detyron të shërohesh, kjo do të thotë se fati ka ende një detyrë të papërfunduar për ju. Kjo detyrë nuk ka pse të jetë një ribashkim romantik, mund të jetë një takim shpirtëror për të përfunduar diçka të papërfunduar, për të shëruar një plagë karmike, për të mbyllur një mësim për dashurinë ndaj vetes ose për të filluar një mision jete nga i cili nuk mund të shmangesh. Universi nuk lëviz figurat e tij për të kënaqur dëshirat e tua sipërfaqësore, por për të përmbushur planin e lartë të shpirtit tënd. Prandaj, fati fillon të krijojë lëvizje të holla impulse të vogla që mendja jote racionale i hedh poshtë si rastësi, por që shpirti yt duhet t'i njohë si konfirmime. Universi krijon kushte që të çojnë në mënyrë të pashmangshme drejt një përballjeje fizike ose energjetike në mënyrë që detyra të përmbushet. Mendimi i vazhdueshëm për këtë person është ora jote e brendshme që të kujton se jeta po të përgatit për diçka. Është përgjegjësia jote të mbetesh në frekuencën e duhur, që kur lëvizja të ndodh, të vijë nga paqja dhe çlirimi, jo nga frika dhe mungesa që e kanë bllokuar planin në fillim. Pastrimi energjetik që ke kryer është leja që i jep arkitektit të madh për të përshpejtuar procesin. Dhe qetësia jote e brendshme siguron që sprovat e ardhshme të mos të largojnë nga rruga jote. Tani kemi kuptuar se si energjia jote vepron si magnet dhe si arkitekti i madh tashmë ka filluar të shpalos hartën e fatit. Por përpara se të kalojmë në listën e 7 shenjave, dua të di, çfarë manifestimi të pashpjegueshëm ke përjetuar me këtë person? Cila shenjë ishte aq e fortë sa të bëri të dyshosh në realitet? Shkruaje në komente, sepse përvoja jote është qelësi për të deshifruar kodin e universit. Tani që e ke qartësuar qëllimin tënd dhe ke pastruar energjinë tënde, është koha ta vësh fatin në provë. Ne do të zbulojmë 7 shenjat e padiskutueshme që universi po punon për ta sjellë përsëri këtë person tek ti, duke filluar me shenjat që vetëm trupi dhe mendja, kanalet më intime të lidhjes, mund të japin. Grupi i parë prej 3 shenjash manifestohet në botën tënde të brendshme në hapësirën shëruese të mendjes dhe trupit tënd. Janë dëshmitë më intime dhe më mbresëlënëse njëkohësisht, sepse shfaqen kur je në gjendjen tënde më të brish dhe më të sinqertë. Shenja e parë, intensiteti i ëndrrës telepatike. Shenja e parë që universi po lëviz figurat e tij shfaqet kur personi tjetër shfaqet në ëndrat e tua me një intensitet të pazakonshëm. Kjo është shumë më tepër se një kujtim i zakonshëm. Një ëndër telepatike dallohet sepse është e gjallë, e përsëritur ose emocionalisht aq e qartë sa që dallohet qartë nga mendimet e tua të përditshme. Universi përdor gjendjen teta atë moment pak përpara gjumit ose zgjimit për të mbjellë qëllime në të dy nënvetdijet. Kur energjia jote është e pastruar, shpirti i tjetrit reagon ndaj qetësisë tënde. Sinjali yt i pastër depërton në nënvetdijen e tij ose të saj dhe manifestohet aty si një kujtim ose takim në nivelin astral. Ëndra telepatike është konfirmimi më i qartë që ti je në mendimet e tjetrit ashtu siç është ai ose ajo në të tua. Dallimi është se prania jote, fal punës tënde energjetike, tani perceptohet nga shpirti i tij ose i saj jo si kërkesë, por si një frymëmarrje e butë paqeje. Kur zgjohesh dhe ndjen se ke ëndërruar për këtë person, mos u humb në analizën e ëndrrës. Merr frymë thellë dhe thuaj brenda vetes një formulë lëshimi. Faleminderit për lidhjen. Jam në paqe dhe uroj paqe në rrugën e tij ose të saj. Ky akt mirënjohjeje dhe lëshimi e shndërron ëndrrën nga një spirancë frike në një spirancë paqeje. Shenja e dytë, imazhi i papritur i kujtesës dhe vala emocionale. Kjo është prova më fizike dhe më e papritur e një lidhje aktive.
Ndodh kur je plotësisht i zhytur në një aktivitet të përditshëm dhe papritur, pa ndonjë arsye të dukshme, fytyra ose emri i këtij personi shfaqet në mendjen tënde me një intensitet që ndihet fizikisht. Nuk është një kujtim i vetëdijshëm, por ndjehet si një dridhje që të përshkon shpinën, një presion në gjoks ose një valë mallëngjimi që të bën të ndalesh. Kjo është rezonanca aktive në nivelin më të lartë, shenjë që personi tjetër po mendon për ty në atë moment. Fusha jote energjetike, që funksionon si pasqyrë, ka marrë impulsin e mendimit të tij ose të saj. Universi përdor këtë kanal të drejtë për të treguar se personi tjetër sapo ka aktivizuar lidhjen. Është prova që ti je në mendimet e tij. Kur ndjen këtë dridhje ose valë, mos lejo të lindë frika. Mos merr telefonin, por merr frym thellë dhe dërgo një mendim të shkurtër: të uroj paqe. Ky akt i thjeshtë shndërron valën energjetike nga sinjal alarmi në konfirmim dhe pastron rezonancën. Kështu siguron që nëse tjetri ka menduar për ty me mall ose trishtim, përgjigjja jote të jetë qetësi. Shenja e tretë, ndryshimi fizik i energjisë. Ky manifestim shfaqet përmes ndjesive të pazakonta shijësore. Universi përdor shisat e tua për të konfirmuar lëvizjen. Mund të ndjesh aroma që të kujtojnë atë person pa asnjë burim fizik, të ashtu quajturat aroma fantazm. Ose mund të ndjesh papritur ngrohtësi ose ftohtësi të pazakontë, një ndjesi pickimi në lëkurë ose një rrahje të butë në zonën e zemrës ose të plexuesit diellor, ndryshe nga nervozizmi në stomak. Të gjitha këto janë shenja që frekuenca e lidhjes suaj ka ndryshuar. Universi të përgatit fizikisht për hapin tjetër duke ngritur vibracionin tënd. Veçanërisht të rëndësishme janë aromat fantazm, sepse shisa e nuhatjes është e lidhur ngushtë me sistemin limbik, qendrën e emocioneve dhe kujtimeve. Trupi yt të sinjalizon se energjia e këtij personi është në fushën tënde, edhe nëse ai ose ajo nuk është fizikisht i pranishëm. Kur ndjen një nga këto ndjesi, ndalo dhe falëndero trupin tënd që është një kanal komunikimi. Përdor brenda vetes teknikën e vulosjes së paqes, rretho veten me dritë dhe thuaj ndjesisë: të pranoj, por energjia ime më përket mua. Kështu mund ta dallosh shenjën pa lejuar që ajo të kontrollojë. Nëse trupi yt e ndjen dhe mendja jote e kujton, kjo ndodh sepse universi po të përgatit për fazën tjetër, shenjat e jashtme. Tani lind pyetja: çfarë lëvizjesh konkrete po krijon arkitekti i madh në botën fizike, në mjedisin tënd dhe përmes njerëzve të tjerë? Nëse ke përjetuar 3 shenjat e para, pra ke ndjer lidhjen në nivel shpirtëror dhe fizik, kjo do të thotë që energjia jote është tashmë aq e pastër sa universi mund të fillojë të shpalosë shenjat e jashtme. Arkitekti i madh nuk punon vetëm brenda teje, por fillon të lëviz edhe mjedisin fizik për të treguar se plani është në veprim. Logjika e quan këtë rastësi, por në realitet është sinkronicitet, prova e planit hyjnor. Shenja e katërt, kodi i emrave dhe numrave që përsëriten. Kjo është shenja më e qartë vizuale që fati të ka dëgjuar dhe plani është në veprim. Universi fillon të tregoj emrin e atij personi, inicialet e tij ose numra domethënës në vende të papritura. Ndoshta e sheh emrin e tij në një poster, zbulon inicialet e tij në një libër në një pasazh të përshtatshëm, ose vëren shpesh data pasqyre ose sekuenca numrash si 111, 222 ose 303, shpesh në lidhje me momente që i lidh me atë person. Ajo që e bën këtë shenjë kaq të fuqishme është qëndrueshmëria e saj. Fati luan me rastësitë për të bërë të vëmendshëm. Universi të dërgon një kod: shiko, kjo është konfirmimi yt. Këto kode emrash dhe numrash janë nënshkrime energjetike që universi i lë në rrugën tënde për të treguar se lidhja është një orë dhe mbështetur. Është shenjë që personi tjetër po vibron në të njëjtën frekuencë aktive me ty. Nëse sheh ndonjë nga këto shenja, ndalu menjëherë. Mos u përpiq të gjesh një shpjegim logjik. Kupto se është dora e arkitektit të madh që po vepron. Në vend që të marrësh telefonin, falëndero në heshtje, e pranoj shenjën dhe i besoj procesit. Paqja ime është busulla ime.
Ky akt besimi e kthen shenjën në karburant për fatin tënd në vend që të bëhet burim shqetësimi. Shenja e 5. Kryqëzimi i kanaleve dhe shtysa për kontakt. Universi fillon të krijojë kushte për afërsi energjetike edhe kur distanca fizike mbetet. Kjo shfaqje ndodh në mënyra të ndryshme. Pa pritur dëgjon këngën tuaj të përbashkët në 3 vende të ndryshme në një ditë. Një mik i përbashkët që nuk kishte përmendur asgjë prej muajsh, flet pa pritur për të pa ndonjë arsye të dukshme. Fati përdor njerëzit dhe mediat si kanale të tërthorta komunikimi. Forma më e drejtpërdrejtë e kësaj shfaqjeje është shtysa për të kontaktuar. Pikërisht në momentin kur, pas ushtrimit të rrënjosjes, ndjen paqe të brendshme, ndjen pa pritur dëshirën për të kontrolluar telefonin dhe në atë moment, personi tjetër ndjen shtysën për të kërkuar ose për të parë profilin tënd. Ju të dy aktivizoheni njëkohësisht në të njëjtin nivel sinkroniciteti. Universi krijon kushtet për një takim të mundshëm në nivel shpirtëror apo edhe fizik. Fuqia e afërsisë aktivizohet dhe zvogëlon distancën energjetike mes jush. Nëse ndjen shtysën për të kontaktuar ose përjeton përputhje kanalesh, mos ju dorëzo nevojës për ta kontrolluar situatën. Nëse e ke dëgjuar këngën 3 herë, mos e kërko një të 4, thjesht buzëqesh dhe thuaj me mend, e mora mesazhin. Lirohem nga pritja. Duke lënë pritjen, i jep universit leje ta përfundoj takimin në momentin e përsosur pa presionin e egos. Sinkroniciteti funksionon vetëm kur nuk e detyron. Pasi të kesh marrë 5 shenjat, ke kaluar fazën e konfirmimit fizik dhe tani po i afrohe fazës më të rëndësishme, konfirmimit të shpirtit. Shenjat 6 dhe 7 nuk janë më parashikime, por konfirmime nga vetja jote e lartë që ke bërë punën tënde dhe plani është në fazën e fundit, ose mësimi është përmbushur. Shenja e 6, qetësia e papritur dhe zhdukja e frikës. Kjo është prova më e madhe se universi ka marrë kontrollin dhe plani po funksionon. Papritur dhimbja zhduket, fiksimi shpërbëhet. Ndihesh në paqe me situatën, pa ndonjë nevojë të fortë që personi të kthehet ose të kontaktojë. Kjo paqe nuk është harresë sipërfaqësore, është konfirmim i vetvetes tënde të lartë. Është rezultat i drejtpërdrejt i pastrimit tënd energjetik dhe bekimit tënd. Ke hequr zhurmën dhe universi të shpërblen me paqe. Të thotë, nuk ke më pse të shqetësohesh apo të kontrollosh asgjë. Beso në kohën hyjnore, plani është aktiv dhe gjithçka do të zhvillohet për të mirën tënde më të lartë. Qetësia e papritur është shenjë që energjia e mungesës është shpërndar. Kur e ndjen këtë paqe, mos e analizë pranoje, përqafoje si normalen tënde të re. Mos mendo se paqja do të thotë harresë, por pohon. Kjo paqe është e vërteta ime. I besoj dridhjes sime. Qëndroj i rrënjosur në këtë qetësi, sepse është gjendja energjetike që siguron që çdo ribashkim të lind nga shërimi, jo nga nevoja. Shenja e 7, qartësia e misionit tënd dhe rritja e përshpejtuar. Shenja e fundit e lidh lidhjen me qëllimin e jetës sate. Mendimet e tua të vazhdueshme për këtë person ndryshojnë rrënjësisht. Ato nuk sillen më rreth mungesës, por rreth një shtyse të pashpjegueshme për t'u përmirësuar, për t'u fokusuar në projektet, shëndetin dhe rritjen tënde shpirtërore. Ndjen një val kreativiteti dhe motivimi. Mendimi shndërrohet nga dua që ajo të kthehet në dua të jem versioni im më i mirë kur të vijë koha. Kjo është shenjë që fati nuk sjell vetëm personin ose diçka më të mirë, por edhe versionin tënd më të lartë. Lidhja e ka përmbushur rolin e saj katalizator. Tani hyn në fuqi diagnoza e shpirtit, mënyra si shfaqen shenjat tregon kuptimin më të thellë. Nëse 5 shenjat e para ëndrat dridhjet, emrat janë shoqëruar me shqetësim, dhimbje dhe konfuzion, fati të shtyn drejt një takimi për të shëruar një lidhje karmike. Takimi është afër dhe qëllimi i tij është çlirimi përfundimtar. Por nëse 2 shenjat e fundit, paqja e papritur dhe përqendrimi te misioni janë më të forta, atëherë bëhet fjalë për aktivizimin e një shpirti binjak ose një misioni shpirtëror. Takimi po afrohet dhe qëllimi i tij është ngritja e ndërsjellë. Përdor këtë ndjenjë qëllimi. Përsërit,
Misioni im është përqendrimi im. Universi më sjell vetëm atë që përputhet me zhvillimin tim. Duke u përqendruar te vetja, bëhesh magnetik. Tani ke parë 7 provat. Universi ka konfirmuar lëvizjen e tij dhe të ka dhënë shenjat e veta. Por që ribashkimi të lind nga drita dhe jo nga plaga, hapi i fundit është më i rëndësishmi akti që vulos besimin tënd në planin hyjnor. Ke parë 7 shenjat e pakundërshtueshme, ke pastruar energjinë tënde dhe ke përputhur qëllimin tënd me planin e shpirtit. Universi ka konfirmuar se plani është në lëvizje. Hapi i fundit që vulos mjeshtërinë tënde shpirtërore dhe garanton që çdo ribashkim të ndodh nga drita, është akti i hirit, i njohur edhe si bekimi i ribashkimit. Ky akt pastron përfundimisht lidhjen dhe siguron që personi qofshin kthyer apo jo të hyjë në jetën tënde përmes dashurisë dhe respektit të ndërsjellë, jo përmes borxhit karmak. Ligji i korrjes nuk pushon kurrë. Nëse qëllimi yt mbetet një përzierje paqeje dhe frike të mbetur, edhe korrja do të jetë e përzier. Për të siguruar një korrje të pastër, duhet ta kthesh dëshirën tënde në bekim. Bekimi është frekuenca më e lartë e dashurisë që mund të dërgosh. Kur bekon, nuk kërkon rezultat, por i dëshiron tjetrit të mirën më të lartë pavarësisht nëse ajo përfshin apo jo praninë tënde. Është vetdia se ti je i mjaftueshëm dhe se dashuria që ndjen është aq e madhe sa nuk ka nevojë të zotërojë asgjë. Akti i hirit bëhet shkëndija e planit të fundit. Universi nuk shkel kurrë vullnetin e lirë të tjetri duhet të mund të zgjedhë lirshëm. Bekimi heq presionin e mungesës që ke lëshuar më parë. Kur bekon, i lejon fatit të veprojë në dridhjen më të lartë dhe të krijojë kushtet e përsosura që personi tjetër të afrohet me ty nga vullneti i lirë dhe pa ndjenja faji. Praktika e bekimit duhet të bëhet sa herë që ndjen një nga 7 shenjat ose kur frika do të rikthehet. Mos u përqendro te forma, por te thelbi i paqes. Herën tjetër që sheh një shenjë, ndalu dhe në vend që të kërkosh kthim ose kontakt, lutu për të mirën e tij saj. Imagjino një dritë të ardhë që e rrethon personin dhe thuaj me bindje të thellë, të dërgoj paqe, të dërgoj dashuri, të çliroj ty dhe çliroj veten time. Me këtë akt, i tregon universit se i beson plotësisht planit hyjnor pavarësisht nga rezultati. Kjo dorëzim i vetëdijshëm është gjendja më magnetike nga të gjitha. Jemi në fund të këtij udhëtimi. Ke deshifruar kodin e fshehtë të universit, ke parë 7 provat e pakundërshtueshme dhe ke mësuar ta kthesh energjinë tënde nga mungesa në paqe. Dhimbja dhe pritja nuk ishin kot, ato ishin prova që shpirti yt po kalonte një proces përshpejtimi dhe se arkitekti i madh po lëvizte figurat për të mirën tënde më të lartë. Hapi i fundit i këtij zhvillimi është vula e paqes. Ky proces të mbron dhe të ankoron në mjeshtërinë tënde. Pasi të kesh thënë bekimin dhe të kesh ndjerë qetësinë, duhet të vulosësh energjinë tënde. Imagjino një fill energjie që të lidh me këtë person. Shikoje me dashuri dhe mirënjohje për mësimin që ke marrë. Mos e pre me zemërim, por me respekt. Vizualizo një palë gërshër drite të ardhë që e presin këtë fill dhe thuaj me qartësi, dashuri dhe butësi. E kam shëruar mësimin. Të çliroj ty dhe çliroj veten time. Faleminderit dhe lam të mirë. Ky shkëputje e vetëdijshme energjie ta kthen fuqinë plotësisht. Pastaj mbështillu me një sferë drite të bardhë të ndritshme ose vjollc të thellë, kjo është vula jote e paqes. Mbyllë sferën tënde të energjisë në mënyrë që nga tani e tutje vetëm energjia e dridhjes më të lartë, ajo që zgjedh vetë të mund të hyjë në zemrën tënde. Kur arrin këtë gjendje mjeshtërie, ndodh ribashkimi i vërtet jo me personin, por me paqen tënde të brendshme. Kur e gjen këtë paqe dhe përputhesh me misionin tënd, personi tjetër mund të kthehet tek ti në versionin e tij më të mirë, i liruar nga barra karmike ose universi do të sjellë diçka edhe më të madhe, në përputhje të përsosur me gjendjen tënde të re të zhvillimit. Ke përmbushur detyrën dhe kjo është forma e vetme e dashurisë që të liron vërtet.